I thotë që se doni pasaportën e BE-s në dorë, këti pasaportë europiane, do votoni mua, thotë, ndryshe s'keni për ta pasur. Perle pa parë, do thënë, manipulimi këtyre niveleve dhe kur mendoj sa shumë njerëz e besojnë këtë gjë, ja shikoni dëgjoni me veshët tuaja, shikoni. Kjo pasaport duhet të ndryshoj. Dhe në këtë pasaport duhet të shtohet diçka themelore. Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. European Union, Republic of Albania. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, po një mandat më i fortë se të treja mandatet e deri sot. Prandaj kush e do pasaportën e BE-s ka vetëm një mundësi dhe vetëm një rrugë të bashkohet dhe me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptare dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj. Nuanca do ketë më, po nuk e bën masive. Sa pula, sa milion pula, sa milion. Do me thënë, sa mi pula, se në Roma unë që jemi në Shqipëri, sa mi pula e besojnë këtë gjë. Dhe që thonë, a vërtet i hapim këti se të manin pasaportën e BE-s. Ka shumë njerëz që duan pasaportën e BE-s. Përgjigjem unë? Jepi ti ku shpejt e shpejt. E para njerë... Po e vete 60 sekonda kohë. E para njerë, të gjithë qytetarët e këtij vendi nuk janë ashtu. Timer i ledio. Ka haoegji në këtë vend të cilët këta i kanë marrë në qafë, po pula në këtë vend nuk ka janë njerëz. Unë duhet ta theksoj. Pulet e kanë vënë thonjë se më. Dakor. Njerëz që besojnë Ramsit pra. Fakti që ai ka arrit ai argument, që është argument idiot në vetvete, është argument idiot. Je bindur që është idiot? Po është idiot sepse nuk ka njeri që mund besoj që Shqipëria hyn në BE për 4 vite. Nuk ndodh kjo, harrohet jetë punë. S'ka shans. Për hyrë hym ne faktikisht. Për të hyrë ku? Për të hyrë në BE hym. Për 4 vjet. Po pyetja është pse Berisha thot për 4 vjet. Për 4, më herët. Do hym në BE? Po. Kjo është e sigurt. Je i bindur për këtë? Jo se të futë Rama, po situata gjeopolitike ashtu. Për të hyrë hyndi. Unë uroj me gjithë shpirt. Unë uroj me gjithë shpirt, po që se lufta po shon në Ukrainë, po në një vend, ja do ta them unë këtë. Për të hyrë hyndi. Unë uroj me gjithë shpirt. O Zoti i madh, e thuash me dimin tënd. Unë po të them ty në një vend ku ti nuk ke furnizim me ujë 24 orë. Ka ujë dhe drita apo? Në një vend ku rrugët në një vend ka as Bullgaria as Romania 24 orë. Kjo është legjendë urbane, nuk është legjendë urbane, është legjendë urbane, është vërtet. Krahasoj Në periferi romanisë nuk ka ujë. Lutem tani mos krahasoj që ne krahasojmë. Ke qenë në Amerikë tani, ka zona në Amerikë që nuk kanë ujë tani, po le tani se nuk është kjo logjik tani. Po pse kjo është logjika? Po pra ja komuniteti islamik. Lutem tani dona. Po jo pra tani se ka Rumania zona pa ujë. Nuk është kjo logjik tani. Cilat zona pa ujë? Shqipëri nuk ka ujë në qytetin. Por çdo thot ujë 24 orë se nuk do të thotë që kur shkon të lahesh pa pas nevojën që të ndezësh pompën poshtë dhe kur ke dhe depozite pompë poshtë ikin drita dhe ti prap s'ke ujë. Ti ke problem. Ky është vendi i mbaruar vlla. Nuk është vendi i mbaruar. Ti ke problemin, jo një sekondë. Po shqiptarët na dëgjojnë e dinë. Se logjika se aty ikin drita në ditë, por që u shkatruan gjithë rreth shtëpive. Logjika 24 orë ujë dhe drita. Problemi i shqiptarit është që blen shishën e ujit kur je fuqi hidrike në Ballkan. Problemi i shqiptarit. Jo. Po pra po, ky është problemi. Po pra 24 orë ujë dhe drita. Berisha në 2013 ndiqja zgjedhjet. Thoshte Fatmir Mediu do ju çojë në Amerikë, thoshte, do ju hap votën, do ju hap vizat e Amerikës. Kam faj qytetarë që thoshte Basha, se edhe Basha thot do ju çojë në Amerikë, thot. Ky thot do ju çojë në BE. E ka thënë doktori. Se s'është logjik. Që ti përgjigjesh. Nuk është logjik kjo. Këtë gjë që i the tani dhe tjetër gjë ajo që thua që ka vende në Evropë. Po lere më tani mos. Po nuk ka më. Po jo. Ose është debat kot. Ose ky është më keq se vend afrikan. Ne kemi problemin, ne duhet të kemi para në xhep që të blejmë ujë të shtrenjtë edhe për të larë kokën. Është shumë zhvilluar, a? O Sebastian. Mirjat ti them dy gjëra dhe e mbylua.
Po të fut debat se u fillon nga misionin e para, unë them të japësh mendimin tënd në fund. E më dhash mendimin tim është ky. Jo, i them sebi. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk mjafton thjesht të futet në letra. Duhet ta ndërtojmë standardin evropian të jetës, që do të thotë të kemi ujë në shtëpi, të kemi ilaçe në spitale, të kemi pensione normale, të kemi ndihmë ekonomike që mban frymën gjallë dhe jo tallje. Të kemi policë që s'rrinë në kryqëzime aty që t'i marrin makinat e rastit. Çfarë thua mo Sebastian, të lutem. Shko kalot, ir nga Shqipëria, në çdo vend nuk shikon asnjë policë rrugë. Çfarë them? Se ke i natë më vlla. Po i kemi standardet më të mira se Bullgaria dhe Rumania kur u futën bëjmë. I kemi më të mira i ke. Po jemi të ardhura më të larta më. Ti ke problem shpopullimin, ke problem shumë tjera. Korrupsionin e kemi në nivel më të ulët. Mos rri brenda unazit. Jo, pra tani ka unazë popullin unazë madhe tani. Sebastian, nuk është ashtu. Ke të varë për sa të duash, ke probleme sa të duash. Jo, nuk është Tirana Shqipëria. Jo, nuk janë ashtu. Shkojmë Vjerë, shkojmë Dibër, shkojmë Kukës. Po i më tani se nuk të meresh me pamjen. Jo, të vim të bëjmë më teknik. Ja të them unë. Po tjetë kjo çështje e BE-s, që të shkosh në BE të bëhesh si Gjermania nuk e për të bë asnjëherë. Asnjëherë s'ke për të bërë. Se më dëgjoj vllai. Unë adhuroj dhe dashuroj të vend. Por, ne duhet ta shohim të vërtetën në sy dhe më beso për këtë gjë. Ne nuk mund të jemi vendi BE-s në kohën kur fermeri jon prodhon aty dhe jedh në kanal dhe pret mollët se e sjell ai jashtë me subvencione dhe që ne nuk i kemi. Nuk funksionon kështu, Sebastian, nuk është kjo, nuk është për politik. Shqipëria nuk është unaza e vogël e Tiranës, nuk është as Dërmiu që shkon elita e Tiranës, nuk janë as 5-6 bulevarde që janë në shtetit. Shqipëria është dhe ai fshati atje, është dhe Poliçani, është dhe Memaliaj, është dhe Përmeti, është dhe Delvina, është dhe Kuhti, është dhe Tropoja, janë zona që po vdesin, Sebastian. E mbyllje i maf, e mbyllje jam dakord me ty vëllai, ishte perl, kontradikte ishte perl. Që më jo, gjithë problemi është se duhet kuptosh një gjë, pse vajtëm ne 10 vjet për të marrë statusin kandidat. Ke bërë një pyetje vetes, ne ishim kandidat që në 2013. E ke parasysh na bajti PS-ja peng me 3 ligjet e tjera. Po më thuaj çik pasaportën e BE-s valla. Bravo. Tani, si funksionon logjika e BE-s? Ti do futesh në BE kur ti je si BE-ja. Pas eksperimentit, Bullgari, Rumani, Kroaci nuk ka me eksperimente në Bashkimin Evropian. Nuk bëjnë me eksperimente, ai bën eksperimente çka kishin për të bërë. Ti do futesh në Bashkimin Evropian kur ti je si Bashkimi Evropian. Si BE-ja nuk futën fare unë pra. Më dëgjoj vllai. Tani, çështja është më dëgjoj pra. Tani, prandaj ata ta kanë vënë kufirin të thana dhe të thonë, tani kush është problemi që kemi ne? Problemi që kemi ne është korrupsioni, vëlla, një e para. Po s'mbaroj punë Spaku, pra në 2028 mëse është vënë Spaku sepse duhet të mbaroj punën në 2028. Nëse dështon Spaku, ky do të jetë një jo e madhe për Shqipërinë. Nëse dështon Spaku në luftën kundër korrupsionit. Problemet të mëdha ata e kanë që Shqipëria sot udhëhiqet nga oligarkia politike. Dhe nëse nuk ndron oligarkia politike, nëse nuk ndron sistemi politik në Shqipëri, nëse nuk bie niveli korrupsionit, nuk ndryshon mendësia e korrupsionit, ky vend nuk ka, do ta ketë po kaq të gjatë rrugëtimin për të marrë pasaportën, saçi pati për të marrë statusin kandidat. Sokos, falenderoj. Gupi shpejt e shpejt, ke 60 sekonda kohë vlla. E han pulat që nuk janë pak pulat që votojnë Ramën, ka votuar Ramën këto 3 parzgjedhje. Jo, po e hëngri Sebastiani që thotë 2 për 4 vjet, imagjinosh. Prandaj kam bërë për këtë titull. Mua për 4 vjet, jo për 4, ti në 2027 je para Malitzi. Këtë po ta them kështu. Shiko, varet, po erdhi paqja në Ukrainë, vlla do kemi prapë ku ishim. Ti për çështje geopolitike. Por që kushtet i ke më të mira, futën se çu fut Rumania dhe Bullgaria dhe për këtë ti je i sigurt. Dhe që nuk të kanë dashur dhe për këtë ti je i sigurt. Dhe që të kanë nxjerrë një myçkla dhe për këtë ti je i sigurt. Dhe që Rama thoshte ne kemi merituar po ta kanë dashur. Po që ke kushte më të mira se Rumania dhe Bullgaria. Nuk bëjnë me ato eksperimente, më harroje ti atë, harroje. I ran kokës me grushta për ata. Kam qenë Rumani dhe e ke, urdhë? Unë kam qenë Rumani dhe Bullgari, beton që sin ata me ditën me Shqipërinë, nuk ka lidhje fare. Mund shkosh në Bukuresht dhe në Budapest. Po s'ke të vesh në Rumani, mjafton shkosh në Malizim. Budapest është Hungarisë. Po shkosh Podgoricë dhe e kupton ndryshimin, ej. Jetojnë njerëz, tu jetojnë kafshë, tani më dëgjoj mua. Tu jetojnë si kafshët njerëzit, aty jetojnë si njerëz apo po le. Tani na një listë hapur valla. Na një mollë të mirë të listës së hapur. Merre këtë. Edhe ti një mos të mirë të listës së hapur. Kto të jep lista e hapur? Bravo Pano. Kto të tjera doja të shkoja. Jepi aty. Jo, mos më nga. Të lutem mos. Por në BE unë do doja të shkoja me këto. Këto janë bashkëposhatarët e mi. Këto kam bashkë në idetë e mia. Shkosa bukur tani. Tani ka vlerë. Në BE, pasi ju kundërshtoj, dëgjoj ata. Në BE
Në BE unë shkoj me Se ka mundi se po lexon mesazhet. Sepse Berisha ishte në Francë, erdhi nga Franca dhe ngeli po komunist. Rama ishte në Francë, erdhi nga Franca, ngeli po si komunist. Këto ikin gjithë jashtë, vinë jashtë, ngelin po me gjithë në mendësi. Në BE duhet të shkoj me ju. Faleminderit. Kjo është çështja. Jo, tani s'ka përgjigje, Gupi. Po le jo. Uroj që mollat tjetë mirë. Mollët janë varietet maqedonës. Janë po nga Maqedonia e Veriut. Po normale se e kanë lënë produkti shqiptar vlla, ka dalë ka vajtë në kanal. Po tjetër. Jam dakord dhe uroj që mos jetë si molla Evës për Adamin që i nxori nga Parajsa, po të jetë mollë që do na Vlla, produkti shqiptar është në kanal. Bravo Gupi. Dhe e dyta, unë mendoj Çan për pyetjen me pulat, ushqimi i ri. Rama i ka hedhur pulave aq ushqim të ngordhur, të kalbur sa janë pulat që kanë ngordhur. Dhe ka marrë vesh që janë 2 pularia mbyllur këtej afër Tiranës. Kështu që s'ka pularizuar. Pula, s'ka. Marsit dhe Sebastian. Mos ta nxjerrni nga Edeni me këto mollë, po na futin Eden, kaq. Rreshtoni krah milingonës si profeti Ibrahim kur e pa dhe kini parasysh Abrahami, Ibrahimi. Dhe kini parasysh që molla është fruti më i kultivuar në botë. Nga numri i varieteteve dhe territori ku kultivohet. Dhe si fruti më i kultivuar në botë, kultivohet dhe në Shqipëri masivisht. Dhe ne kemi një terren të jashtëzakonshëm. Në Devoll sidomos. Po fatkeqësisht, Nga vendi Marsitit. mollët e Devojit dhe të Dibrës ton nuk gjejnë treg dhe ne detyrohemi të ham këto mollët si puna e kësaj që na vijnë nga eksporti, ndaj në Bashkimin Evropian nuk hym dot me mollë import. Me 2 mollë hyn edhe deka Edeni. Tani, mi që kisha në studio mbaruan, pano, mbështetu pak të lutem. Jo, si të shpërndarje sakta, ti dha 2 muaj 1. E shikoj Jo, një është e Çanit. Ka për gjithë, ka më pak. Ka më pak. Kur ka për gjithë, ka më pak. Jezu Krishti, i majt. A i thoshte, kur ka për 1, ka për 2. Po kujdes. Më pak. 20 shekur më mbrava, Dela Riançani thotë dakord, kur ka për 1, ka për 2, po më pak. Ja. Ti dhe 2 Sebastianit dhe 1 mori Marsiti. Dhe Marsiti tani ka drejt bëhet xheloz me Sebastianit. Dhe nuk e dorëzon mandatin në fund. Bisha ka. Para se të ikim, kemi 2 imazhe që e kam nisur Ledios për të kuptuar pikërisht këtë. Pula të vazhdon të besojnë, sigurisht e pula ka nevojë për ushqim dhe Ramsi është nga ata që diti ushqej. Pula deri në fund nuk dorëzohet, është i papar. Dhe do i hedhi pasaport në BE-s, mori gjeti serade dhe gjitha këto, shohim se do të funksionoj. Shikoni këto imazhe, kemi 2 par imazhe. Që Ledio do i bëj tani. I jepi Ledio njëra pas tjetrës dhe pastaj më kthem mua në studio. S'është më për debat tani, për ta mbyllur emisionin. Shikojeni se ku jeton. Burimet e rerja, burimet njerëzore të cilat vinë në këto struktura, duhet me patjetër të kalojnë disa element të cilët Rruga, kjo e dyta ishte rruga që e pa se si është bërë, nga Kuçi në Qeparok, rrugë që është bërë para 1 viti e gjysmë është inauguruar kjo rrugë, e pa të besoj situatën apo jo. Për treguar domethënë se çfarë lemerie punësh bëhen këtu. Si shkujtova standardet. Një nga gjërat që një nga kushtet tiku se kanë folë me njerëz të huaj që kanë ardhur në Tiranë, që më kanë marrë dhe si përkthyes kësaj pasere se janë flasin frëngjisht dhe Po dhe ti dashamirës për të një. Po pra, dhe më kanë thënë këtu një nga gjërat që nuk lejohet sikur Shqipëria të ketë plotësuar gjitha kushtet për BE, Sebastian, sikur të ketë ujë, drita, të gjitha gjërat, do jenë rrugët thasë, sepse nuk do gjeni dot mundësi që të rregulloni standardet që janë bërë rrugët, përveç 2 rrugëve ose 1 rrugë që është bërë, rruga e Kombit, që është bërë standardet. Janë çdo standardit mbi kalimet me kolona në mes të rrugës, ose kur del për shembull rruga është me 3 korsi. Dakor? Dhe del në hon, me 2 korsi. Dhe ti del në hon, pra bëhet me 2 dhe e treta pa pritur bëhet dalje. Erdhën ata dhe ishin të lemerisur, valla, nuk ndodh në asnjë vend të botës. Sebastian. As në Afrikë. Tha, vetëm për këto, të vihet kryq i madh. Dhe këtu vazhdon të bëhen gabim në qëllim, valla. Tani, këto 2 imazhe i pat, kjo ishte rruga shikoj. Shive si kanë komplet, se kjo ç'është, valla. Kjo këtu është korrupsion rruga këtu, se këtu nuk është rruga që bie nga një shi ashtu, valla. Se nuk bëhen ato. Skarpata mbajtur Çan. Një sekond. Si çfarë nxjerr fotoprofili? 5 vite bëhet thotë. Fotoprofili. Patjetër mos po sepse ne flasim këtu, po ne na dëgjojnë shumë pak. Ai është kryeminist, dëgjojnë shumë. Prandaj po them, pra kjo është çështje propagande. Ai ja ta mbaroj. Dhe ajo e para që tregon Ledio është 2 bicikleta që bien njëri pas tjetrit, të sheshi me pllaka manjolike. Pra, është bërë një shesh, që është qendra e Shqipërisë, nuk vetëm qendra e Tiranës, shikoni.
Dhe nuk është menduar që kur të bjerë shi, vlla, si do ecin njerëzit. Shko, ai me bicikletë shkretësisht e parë me shpejtësi. Dhe kanë rënë me kokë të dy, ë? Dhe kanë rënë, kanë plasur turin të aty, shiko. Vup njëri, ishim me nga dalë fare. Pse, sepse plaka që përdoren, vlla, elementare këto fare, nuk vijen këto plaka në një shesh publik, vlla. Nuk vijen këto plaka. Por t'ju thënë, të merin se ku jetojmë. Ndaj, edhe sonte për ta mbyllur emision që kemi mbyllur gjithmonë, pa ankth, pa makth, pa nerva, me qetësi, unë po ju them, shumë nga ju e din shumë mirë se ku jetojmë. Dhe thonë, kur ta bëjmë, të ikim tani, të ikim pasaj, po ku të ikim? Ku të ikim? Në Kosovë. Jo më larg se Kosova, është një shtet normal. Takohemi nesër.